e si dush. A do të rrijen loja, s'do të rrijen me ty. Po e ti ato tua ti delta jo me TV-ja, me TV-ja. Kena qonë të paq parte me TV-ja, që është ajo. E tha jam të futëm me Grejcën, tha do të dalë aty, tha se jam fut në herë, tha. Po du mu futet më dalë e Grejcë. A ishte që? Po. Ha? Nërësisht? Thash shtu Grejcë. Me që futëm në TV, në dalë e Grejca. E qa do bëj aty me mu? Hyq. Nuk futem do të me Leo me ty, ose me nej shok që e njof, ose me nej miki. Verit me kërrin TikTokun gjithmonë, kur ri me Zio nuk jam unë ai se duhet me respektu, kurse kur futem me njerëz të tjerë unë kam qef me ngacmu, me i vën loja, kupton, kurse ju që ju kam shoke që ju du shumë, me kështu si ngacmoj do ty, babin, nej shok tjetër që kena në TikTok, e ke vën re unë ri gjithmonë vetëm. Se këto që kam shok s'du mi prek. Kurse këta që hyjnë që bëjnë si njisha, i them hajde këtu, kështu që më mirë që s'ke hy. Me i shajt me pak fjalë të Jamesi. Qa menimi ke Leo për ato që futen në me TV? E kam seriozisht. Qa menimi? Po. O, Grec, kanë ca se futen për qef, ka ca se futen për kështu. Me gjetë në gotë, ka lojloj gjata. I respektoj se për qa janë fut. Po futen për qef, hajde. Po futen me shaje. Qa të thamon? Se s'futesh aty? Ta, shmle babi. Po veta, do me fut. Ha? Pa herës le babi ti si e 10 vjeç jeti, po ti sa vjeç je? Ui, sa të tha? O, Grec! Më falë, sa vjeç je? 30. Ui, me 13 O, ma që i ka thonë. Po Zio, mos e fut shërë me Leo. Të shi 13 vjeshti. Jam 14 vjeqë, po mëse po kështu ti ja. Kë prezentohet ke gocat 14 vjeshti, do më jam në Okej, 14 vjeçë Leo. Ta ju su kur prezentohet me fejnë. Kalëm. 14 të qys. Edhe thus mle babi ty në me TV? Ja hyre. Po tani. Ja hyre. Qybe, sa vjeç dhe të gjesh, përzonë do të me ngju babin. Qa? Bravo. Po ja hyre, qa do bësh? Qa do bëj? Zdi. Po mirë, se ne të majmë këshu ty si Leo që bravo. Po ja hyre aty ti delë njeri të shanë. Në hyti të shanë. Se të njofin ty do, po s'do. Ja shanë, pra. Ja e shave iku, kërë dhe tjetëri, prapi njëjti mua bet. Din farë, qanë, zdo të rojë njës të më shanë. A e shaj prapë se s'le babi aty. Po e di unë. Bravo. Kështu që të shaj njerëzve aty o Leo. O Leo, o me TV-ja, e di për qa o me TV-ja. Për ta degenerum, dhaj, unë hyj aty kur jam live, se du me shtyt orën me utall, po kur si jam live, s'hyno me TV-un, në njof njerëz. A do vish në herë këtu dhe unë futemi bashk? Jo. Se? Kam pa herë live, bos, s'kam pa. A më ke pa mua pa ta? Kam pa ty. Po Zio, a ke menu në herë Zio që ta lesh TikTokun e ty? O Leo, pëse s'hyn TikTok fare ti? Leje, mos t'hy me Zio hyti. Po, regull e parë, ma fusim blok direkt. Si të fusim blog direkt? Po s'lejo me dalë. Po mirës, me u leju me dalë, a kishe hy? Ha? Me u leju me dalë, a kishe hy? Si? A të pëlqen Vetëm një, kushe me babën, po. A të pëlqen bota TikTokut? Jo. E kam seriozisht. Jo. Okej. Tash e Leo do të bëj pyetje. Alo. Alo. O Zio, ku je? Ku je? Po. Hajde të një s'ka Leo është quni mik shumë. Koha, James Bond. Po, Lenirat për zotin. Po James? Lenirat, djalin. Leo në kena shokët burë. Leo është i përkëdhelur i gjithë shoqërisë. A duket vetja përkëdhelur na njerëzit, na shokët e babit e na gjithë ata që të njohin? Ha? Jo. Pse? Jo. Pse? Po
O Angeli. Ku po ikja dhe ikni klap sot zio? Sonte në klab atje ke grip. Por mos e le Aldo të na pijet zio se na shiu nanën nesër për poshtë për lart. Male, kom. Jo, si. Jo, spi thot i çik spi, çike kujtove dhe të mohabetin e vjetër ti nesër shife vetma. Një god tjetër derisa del. A pi alkool ti? A pi alkool ti? Ama ke? Po. E bia dit për dit. Do të bëj pyetje kështu, kjo është pyetje për të rritur. Jo kështu kuptimin të rritur me të shame, për logjik të rriturish. Nëse nesër zgjohesh ti Leo dhe po të thot populli e bë kryeministri i Shqipërisë. E ke ti në dorë Shqipërinë, çfarë do kishe bë 5 gjërat e para që do kishe ndryshuar Shqipërinë me çka ke pati? Kisha hes rregullin e skutrave, dhe kisha bu këj qonat. Rregulli i parë Shqipërisë do të thotë që gjithë prit. Rregulli i parë çfarë do ndryshojë ti si kryeministër që Shqipëria të lejoheshin skuterat. Po. E pari. Po ne kapim një por. Jo, e mirë e ka ai. E di kryeministri po e dini ju, rrini herë. Kryeministri janë. Aja keni dhënë Po votën. e di Rama, janë të bë protestë 70 ditë. Aja keni dhënë votën. Po të më të bë. Aja keni dhënë votën. Rrini tash në gjoni kryeministrin. Më knaqi thot kjo. Okej, i pari me u leju skuterat. Naqa? Thot kjo, po më knaqi thot. I fejmen. Në di, kështu jam. S'ke kujt i gjash pa. Babit. E para, hajde. Miratove skuterat. E dyta. Po. Për Shqipërinë çka ke pa ti, çfarë s'pëlqen? Për Shqipërinë, jo për zona, për Shqipërinë. Çfarë doje ti me ndryshuar? I pari me Se leju më thua ti kemi jetojmë në filan van, unë thomi hajde të rrim në Shqipëri dhe ty nuk pëlqen Shqipëria. Hajde. Okej, tani e dyta. Po, i pari miratove. Po. E dyta, që kështu e burë, ta kemi më pastra ambientin. Ta kemi më pas... Do miratosh, do fusësh pastrusa, do fusësh kështu qa për të merren me Po, pastrimin e Shqipërisë. edhe do rriqa rogat, se i kam gjuh shumë kështu. Nona që kanë një fëmijë, që kanë 400.000 lekë gjabë, burë. Do rrisje Rogë, su patrova. pensionet apo rrogat? Ha? Do rrisje pensionet apo rrogat? Rogat, në ma. Për pensionet. Ha? Edhe ato e. Okej, rrogat do Po rritë një e nga para. njërë. E para miratim skuterash, e dytja rritje pensionesh edhe rritja rrogësh, e treta. Qa tri. Çfarë do bëje për Shqipërinë? Po. Le, mos lexo, bab. Mos lexo, bab. Ha, Leo. Mos lexo, bab, se kur kam qenë i ri, ju kam shku Po, për... pastërti, se qujtë e gëti. E qujti, E qujti? Po, e qujta, po, e Një që treta. jam të e katërta. Jo, e treta, se kjo E katërt. Skutri, pastërti, rrogat, pensioni, Po. e katërta. E katërta. Do të tërgullojmë rrugët, se e kam pa janë skandal sa. Okej. Po një e pesta, që të bëjmë e pesta. Do mundohem të bëjmë Shqipëri një shtet më të pasur. Po, më të Si do munohesh ta bësh më të pasur? Ha? Do Si do isha... munohesh? Qa? A di si është dirama si bashkohet me shtete që në shtetë luftra, atë të bëja dhe unë. Edhe spitale. O çuna dhe goca, Leo tash Shkopat dhe kisha bë tonën, pushim. ha në pushim, edhe shtunë djetë. Tash i çuna dhe goca, Leo i dha 5 kandidaturat, 5 premtimet e veta. I dha 6 premtimet e veta, Leo. Një sekond. Leo i dha 6 premtimet e veta për të bërë kryeministër. A meriton me këto lloj kushesh me votu apo jo? Të pyesim mirë popullin, a të dun as të dun tash. Unë për vete menoj se jo. Nuk meriton Të për thonë ty. tjerë. Po kështu menoj vëlla, tash i do ta jap votën me zorën ty. Nuk ka lajë, Po jo. Kyve, më shumë po. Gjo pak, që këtu e humbe Jo, pikë. jo. Shiko, që këtu i humbe pikë si kryeministër. Kur unë them jo, si qytetar ti do të më thush pse çfarë s'pëlqen, çfarë pëlqen ta dëgjosh popullin, ti dëgjosh kushtet, jo të bësh çfarë dush ti. Të thonë gati kret këto live, po? Am lejo Ka për një një. Ore Ky është qytetar i thjesht. Ka drejt që të kërkojë llogarit. qytetari thjesht. Nuk e di Pse nuk pëlqen, Pëlqen që ta bësh të hënën pushim te shkolla. Të
kena e fmiti si thua ashtu? Po pse s'do bëj fëmijë nesër? S'm pëlqen ti mirator skuterat se ma shtyp makina shumë. Fëmija po, në mund me po. Okej, s'm pëlqen ti mirator skuterat se ma shtyp makina çunin me skuter, ma përplas. Ja, s'na përplas, ja. Nuk da bëj kështu në rrugë tame, da bëj veç zona private. Am pse s'pëlqen e dyta, s'm pëlqen me arrit rrogat shqiptarëve, se E pse? se fillojnë e marrin lek, bëjnë porë dhe si ikin punë. Po si, pa punë ku shkojnë Por unë pa punë, po rri kot, le me të marrja 2 milion lek mu, unë s'm shefishte mu. U mërzitej. Qa më gjetë me laje mu, thot me këto, kesh që arris, kesh mos të arris. Po, shkojnë. Jo, gjia, ash mu desh, mu thot me gjithë krimini, i kam qyrë, thot me gjithë të tyrë. Për qa do? Aj, zemrë në leo. Ta shijet zio, qa do bëj me këtë skuterin? Smiratohet. O quna, ja, okej. Jo, në Ja, rregull. smiratohet, Zio. pëlqejnë Ama- përgjigje. Jo, ama në... Përgjigje në Zio, lutem. Okej, o Leo. Lutem, pyetja fundit. A je dakord ti me popullin se tham po për kryeministër, the kështu thonë gjithë, dakord? O çuna, a t'ja ble skuterin Zio këti apo jo? Ja, po se gjithë Po, a do e me ngjuti, popullin e ngjon ku do ti? Oh, po thojnë o Zio, bez premat, po thojnë na shitën direkt. Po ju, a doni me marrë mqaf që thoni po? Të s'do me jap biti? Jo, thoj, shifi. Po, që në Jo, thoj. Po. O budall, babi jote është do ja plotsu qefin gjithë Shqipërisë, po ta plotson ty për i dhimesh, mor burse larg qoft në i... Po qa, po në dis ka për mirën time. Ta shi duro dhe i qikëm. Blije skuteri kur shkosh 25 vjeç, 26, 30. Po kur qa më 25 më kemë makinë me lëllë. Po, a do skuter Po kemë makinë. A do skuter Maje 30. Po, më zbutoni më alam. Atë si jam kryeministër mirë, jam... O Leo, qa do të bësh kur të rritesh? Jo, gatë. Qa du më bë ku të rritesh, apo? Se kam vendosur. Po kështu qa ke qef? Se kam vendosur. Po kështu si pasion. Që se ke vendos, po qa... Që më përqe, me bo. Po si jam. Ha? E pse s'regjistrohesh? O Zio, regjistrohemi në e kurs boksi, se ka thënë dhe... Shtator. Regjistrohet se ta mamë është 13 vjeç, se na duhet të Zio, se na shane njerit ja çojnë do t'ja... Po pra, e kanë me lokacion. E diti Leo që po të bësh boksier, po ta rrafësh i rob thjesht. Po, tani ja guard. Ke grek, Ksamil, aty ku këno Klevjo, më burë? Ik pra Zio, ik për qafoj o Leo. Jo, pas ka vashu. As ka gjë rriçik me këta se po të shofu. Jo, po ma për këta. Po ky mërzitet dhe Zio, ç'a ti bëjmë? Mërzitet me kushtet e popullit. Qa kush? Ja, i çfarë thashun s'pëlqen kushtet dhe ishe nga live, kështu e përzet popullin e thjeshti. I nga Shqipëria. Okej, o Gret, sinqerisht, ja ke bot sa pyetje që mu më pëlqejnë shumë, edhe zënë se s'jena në live, o baba. Po pse më qa kokën mu, pse mos jetojmë në Shqipëri, dhe ti më thuj, jo, bab, s'du t'jetojmë në Shqipëri. Për qa, si? Ma ke thonë sa herë, ma ke Jo, thonë. s'kuptova se qa e kifi. Jo, thot kështu, pse më thua Ti goni pyetjet për çfarë pëlqe këtu në Shqipëri, këtë janë ndek, dhe ti nuk ja dhe fix përgjigjet e sakta. Qa është? Po. Stër ti, rok, Po pse më thua ti që jetojmë në Dubai? Ç'a të pëlqen te Dubai, ty që s'pëlqen Shqipëri? baba, kjo është... Okej, Leo, ç'a të pëlqen? Ç'a të pëlqen Dubai, ty Leo që s'pëlqen? A Ty që Leo, përqa Dubai, a një normal tjerë, bo. për zotin si jam normale, Imaj për në popullit shqiptari thojna, ku do me nejti? Dubai pa takse, apo në Shqipëri me takse? do me thëre, po këtë du diu, s'pëlqen se Hallin e Shqipëria... taksave pas ka ky, ne për qa buks. Po jo, jam të e marrë kështu, gja se jam i rritur, a? Po, po, për venin. A, për venin, ku shumë i bukur? E dim krejtë, se gjysma botës me pushime, ku shkon? Po, Leo, po, si kena mu... Pisa të marrë pak famë Shqipëria,
Po marrë si shteti mirë, po s'kanë shkuar Qa për shteti i mirë o bab, se i kanë bo shmimet shtu mjuk, Leo, se ka një krejt turistat, a e ke pa, kanë arë vjetë si vjetë s'ka si turist, sepse këtu ngatrojnë këtë vilën këtu, e lëshojnë me 1.000 euro natë me qëra. Leo. Ma kanë rrugës, e lëshojnë 1.000 prapë. Këto nuk e dinë se cilët vanë, shkosh në Bodrum, kjo vila 1.000 me qëra, po si të kalosh rrugën atje ke me 100 euro me qëra. Dhe nuk e ka fajn shteti, e ka fajn populli, o bab, se di ku e ka vendin e vetë. Sigur kjo që ka bo investim 1 milion euro në këtë vilë, si aji anej që ka bo 50.000 euro në investim, të njëtin shmim lanë. Dhe nuk të ka faj as e dirama, as shtet, as kërkush, po e ka faj populli vetë, o bab. Dhe si vjetë, turizmi zero. Bravo, se abuzohet. Di qa nodhi Leo, kur erdhi ky Keno Esti, ky këngëtari që ishe ti, këtu te hoteli për balë shtëpisë time është 35.000 lek nata. Atë ditë kishin ardhur shumë turista në Shqipëri, ishte mush plot, doja me çu unë flamurin, e njeh flamurin edhe shokun e babit. E thash, hajde rri afër meje aty se jemi afër, dalim mëngjes. Shkojmë ne me pagu hotelin 35, taj 200 euro. Thash si 200, as është 35, 200 sot as është këngëtari. Tash i vjen i turist në Shqipëri, shkon te hoteli, thotë ç'është ky 200 euro. Aty te Grandi Nastir në qendër, 1.400 euro nata. E kupton çfarë bën? 1.400 euro nata, nga 60 euro, 70 euro, 1.400 euro nata. Me ne te Grandi Nastir. Natën e keni. Po, vjen turisti tash i thotë çfarë do bëj në Shqipëri, unë 1.400 euro nata hotelit. E kupton si abuzohet këtu? Sa ka keni shans populli? I rrisin çmimet. Pra. Tash ti si përfundim do me jetu në Dubai, jo në Shqipëri. A di? O zi, a u knaqe dje si shkoj? Shumë mirë. Tani në aty i ke dhe sot atje, po sot e kam organizu shumë më mirë. Kam marrë shokë që duhet, njerëz që duhet. Kur do vish? Nesër. Të shkura një, ja, erdhi edhe mafja. Ku është ai bludi? Kush është ky? Mafja. Qa, dale ktheje pak mafja? Oh, gjynave, o zi, o blia, për qa, smërthejet ajo zemra? Jo, vëllai, kam lënë vetë. E kam seriozisht, as smërthejet a e ke lënë vetë, se të kam pa dhe foto. Jesh vetëm këtë, se shpërdeli. Po për qa e ka ato mbërthecka? Po kodo. Jo e kam ndru, bab, ma kanë mshel. Shi që thot baba më gjemë në TikTok, thot, ku am në TikTok, thot. O ba, Thot është baba më klabër. Po, je. Orë, zonda me baba më klab, yes. Ja, man, qoja në i këshu babës të shofjerë. Ju me goza, po se keni fun. Oh, Bruno. Ku jo, Grac? Ka bën. Si ja. Mirë. O dzia ik pra rime qunat. O quna dhe goca, a një të shkupi për repost asaj foto. Mos e Bëni mirë. repost. Po dalu. Bëni repost, se të hapet se është akaunt i ri, ama. Repost. Po shkoj t'ja bëj dhe unë koment. Të mbot viral. Po një post kam mërpur shtu në shitok. Një post, mbot viral e më gjenjë njërë se është foto re.